Xhamia Plumbit, një nga monumentet më të ralla jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Ballkan e më gjerë, së shpejti do t'i rikthehet besimtarve, por edhe vizitorëve. Restaurimi i saj po shkon drejt fazës finale, ndërsa icuria punimeve është parë nga afër edhe nga Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxhe. Jemi këtu sot me njëherë pas një inspektimi të një investimi madhor, të një projekti të jashtëzakonshëm për shpëtimin, por edhe për rihetëzimin e xhamisë Plumbit në hyrje të Shkodrës, që është një monument historik, ikon për ne shqiptarët, por edhe pjesë e një liste prej 50 objekteve të besimit musliman më të bukurat në botë. Këtu punimet po ecin me ritme të larta dhe shumë shpejt ky objekt do t'i kthehet besimtarëve, turistëve, vizitorëve, gjithë komunitetit. Projekti që po shkon drejt përfundimit ka shpëtuar këtë objekt të rrallë kulti nga përmbytja e cila rrezikonte ta shkatërronte, por është ndërhyrë edhe për restaurimin e brendshëm e të jashtëm. Xhamia Plumbi do të jetë një objekt që do të rrisë interesin e vizitorëve, sidomos të huaj, për të vizituar Shkodrën.